Vazhdojmë në shpjegimin e serialit të ligjëratave nga mëkatët e mëdha të Imam Adh-Dhahabiut rahimahullahu taala, ku sot do të shpjegojmë një nga mëkatët të cilat mëkat është përhapur në mesin e muslimanëve, madje jo vetëm se është përhapur, por është bërë dhe halal, dhe ai konsumohet në shumë vende, edhe pse ndoshta në mesin atyre të cilët e përdorin këtë haram dhe këtë mëkat, thënë se është pjesë e biznisit, thënë se është pjesë e jetës, edhe se ndoshta është haxhi, ndoshta është besimtar edhe falet në xhami, mirë po alkoholi, rakia në atë dëbojën e tij apo në dyqanin e tij është prezent. Ky mëkat i madh i cili është përhapur dhe pijet në vend të ujit, pijet më tepër raki, pijet më tepër bira, pijet verë, pijet alkohol në mesin e muslimanëve, ku na ka treguar Allahu Azza wa Jall që tha walaqad karramna bani Adem, ne e kemi nderuar birin e Ademit, e ka nderuar Allahu Azza wa Jall me logjikën e tij dhe e ka ngritur mbi të gjithë krijesat tjera, dhe me atë që e ka ngritur është me mendjen, me logjikën e tij. Jo rastisht, Allahu Azza wa Jall pasi që i krijoi 7 katë qiell dhe 7 katë tokë, e i krijoi xhinët, e i krijoi melekët, e i krijoi krejt, në fund e krijoi njeriu më të përsosur mbi të gjithë krijesat dhe i urdhëroi të gjithë krijesat tjera t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salatu wassalam. Pse? Sa Allahu e ngriti me mençuri, me dituri. E për shkak se tha wa allama Adem al-asma'a kullaha, Allahu ja mësoi krejt emrat Ademit alayhis salam dhe me nga mbeçuria e tij, nga dituria e tij, Allahu Azza wa Jall në formë të respektit i urdhëroi melekët të gjithë t'i bëjnë sejdë. Mirë po, njeriu i cili nuk i përmbahet logjikës të shëndosh, nuk i përmbahet rrugës të shëndosh, ai fillon ta devijon, fillon ta deh mendjen e tij. Për ata në gjuhën arabe, al-khamr, që është alkoholi, e ka për qëllimin gjë që mbulon. Për ata i thuhet edhe shamijës khimar. Khimar çka do thotë? Ajo grua e cila i mbulon flokët e saj është khimar, mbulesë. E khamr është ajo që ta mbulon trunin, që de. E kur dehet, pastaj njeriu nuk e din, nuk është më ai person që ka qenë. Jo vetëm se me kaq, por rinia jon edhe më tepër duke i përdorur dhe disa lëngje narkotike si është droga, duke filluar prej te bari, e pastaj te marihuana, e pastaj te kokaina, e te heroina, e te krejt këta fillojnë duke deh veten e tyre, mendjen e tyre, dhe shpesh shohim sot të ri të cilët vdesin dhe për mja mbulu tek mjekët çka thënë, ka vdek me sulm në zemër. E ka rok infrakti. Realitet ai ka vdekur nga doza e madhe e langjeve narkotike. Në shumicën e rasteve. Shumicën e rasteve. E alkoholi është njëra që Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë ummul khabaith. Është nona e këtë këqijave, është nona e zinajës, është nona e vrasjes, është nona e kamatës, është nona e bigjozit, është nona e këtë këqijave. Pse? E tregoj një rast, e kishin marrë një njeri dhe e kishin vëndu në sprov dhe i kishin thonën pa tjetër e ki t'i zgjedhish 3 gjëra, ose je i likfidum. Cëllën, ka thonën ja alkohol me pi, ja zina me bo, ja një njeri me vra. E ka zgjedh, ka mendu së është ma e leta prej krejt dhe qka? Të pin alkohol. Në momentin që e ka pi alkoholi nuk ka dehur, a i ka ronë zina dhe pastaj në vrasje dhe ka mbyt. Me ketë me tregu se njeriu kur është i pim, a i nuk e din vetin e ti dhe hin aq gjunahe mëkatet mëdhoja, sa që shpesh herë ndoshta fol që e hidhron Allahun Azza wa Jall. Fol nuk është ati pari. Për ata, Allahu subhanahu wa taala, kur e ka
ndalu etapën e alkoholit, e ka treguar në etapën e parë, yes'alunaka anil khamri wal maisir. Ato po të pyesin ti për alkoholin. Etapa e parë, o kon ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Thuaj se alkoholi në fillim ka pas pak dobi tek njerëzit. Ndoshta në material, ndaj pare, në diçka, mirë po gjunoj është aq i madh sa që dobia nuk krahasohet me atë pak me gjunohin e madh që bën. Kjo kon e para. Etapa e parë. Etapa e dytë, çka i ka thonë Allahu Azza wa Jall, wala taqrabu salata wa antum sukara. Mos u afroni në xhami duke qenë të dehur. Hatta ta'lamu ma taqulu, derisa ta dini se çkajni duke thonë namaz. Se ka pas për njerëzve kur e kanë pranuar në fillim Islamin, ende s'ka qenë ndaluar alkooli, ai ka himu u fal edhe i ka të llovit ajetet. I ka të llovit surët. I ka të llovit duat. Pse? Se nuk është në vete. Allahu po thot e para, ju mendoni që ka pak dobi, ama gjunoj shumë ai mas ajo dobia që ju mendoni që e ka. Pastaj ka thonë kur t'hini namaz, mos jeni të dehur. Kjo kanë qenë një etapë e dytë që kanë fillu muslimanët ndal nga dal mu largu. Pse? Sa i kur ka ardhur me e fal drekën, ikindia është një orë e gjithë shumë afër, ka thonë nuk po pi se me hin namaz, se s'ka qenë ndaluar direkt, e këput, etapa e dytë ka qenë mos me hin namaz duke qenë i dehur. E thot çka ka bo? Kur ka ardhur dreka s'ka pi alkool, se ka thonë në drekë do të me qenë i kthjellët, se s'jam aty pari. Pastaj thot ikindia ka qenë shumë afër. Edhe se ka pi një ikindi. Ka thonë me pi një ikindi në akşam nuk do të jem i kthjellët. E kalon deri në akşam deri në yatsi, e disa kanë pi pas yatsie deri në sabat, që në sabat më kon i kthjellët. Deri sa ka zbrit ajeti i tretë, ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Thot Abdullah ibn Mas'udi, kur Allahu Azza wa Jall i drejtohet besimtarve, o ju që keni besuar, dije se çdo njerit nga ju edhe ti je prej ative që i ki besu Allahut, dhe ki mesazh është për çdo njonin veç a veç. Është veçanërisht për tije. Ja eyyuhalladhina amanu, kur të përmendet o ju që keni besuar, thot hapni vesh të mirë, se ose Zoti ju urdhron në diçka që ta bëni, ose ju ndalon nga një ndalesë të cilët e ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Ja eyyuhalladhina amanu, thot Allahu Azza wa Jall, innamal khamru, vërtet alkoholi, wal maisir dhe komari, wal ansabu dhe idhët, do të thonë putat, wal awzlam rizsu min ameli shejtan, dhe çka dhe falli janë nga punët e shejtanit. Kisa interesant. Allahu s'parja dhe cek për e cek alkoholin. Pse? Që thamë në hadith ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam se alkoholi është nona e këtë këqijave. Mas ka alkoholit e ka cek komarin. Mas komarit e ka cek adhurimin e idhujve. Pastaj e ka cek fallin. Edhe kanë thonë se kretë këta janë punët e shejtanit. Pse? Innama shejtanu yuridu an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sepse shejtani don t'ju fut juve armiqësi nërmes vete, me çka? Me pirën, me konsumimin me alkoolit, me bigjozin që i luajnë nërmes vete, që shpesh herë ndodh, njëri është mirë dhe i ka muhabetet mirë, pijet në kafe, ja nis mu re, i nxerin thikat vrahën, se di, pseve më këshiri shtremt. Pseve me mu e kishtaj, pse ki pim është. Edhe në atë moment vrahën. E çka bën shejtani? Shejtani e përdor këtë armë që njerëzit me i shtithët në përmes alkoolit, ata në armiqësi, në përmes bigjozit duke lujt, jo hupe, jo s'hupa, jo para të mia, jo tuja, nisi thot mu vra nërmes veti, ju kja bejne kumul adawate, wal begda, armiqësi dhe urrëtitje mesin e juve. Wa yasudum, jo vetëm me kaq, qëllimin e ka dukun pak më lart, wa yasuddukum an dhikrillahi wa iqamis salat. Ai çka don t'ju ndal nga përmendja Allah dhe nga namazi. Ai keni pa ato çelin aparata. Si t'hije 24 saat
Kum një person në ka thonën 4-5 dita s'kum hongër as s'kum pije. Veç ka net në para, deri se i ka argjit ketë, nuk e ka dit a bot natë, ka haru me hongër, ka haru me pi, ka haru ketë, e ka haruar, e ka haru namazin, e ka haru Zotin, ketë i ka haruar. Edhe ai njeri që është i pim, ai që bot tapa, ai sosh as në veti, as nuk e njeh Zotin, as nuk e njeh vetin e vet, as nuk është ati pari. Qëllimi është me shtjarë mitësi, dhe tjetra është që u ndalon juve nga përmendja Allahut dhe nga namazi, e kjo kadal fillon me deviju njeriu se kimi cik në ligjëratën e parë, thot Allahu azza wa jalla, ja alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan, o ju që keni besuar, mos i ndiqni hapat e shejtanit. Prej hapave të shejtanit është që njeriu ta shtin mëkate të mëdha, ndal nga ndal, në fund ta nxjerr nga përmendja e Allahut, nga namazi, e pastaj ta lë fejen ketë, siç shohim te njerëzit të cilët alkooliçar janë shumë të mëdhoj, apo të cilët janë sprovu me drogë, shumë pak e hiq prej atyre janë që agjerojnë. I ndal prej agjerimit, i ndal prej leximit Kur'anit, i ndal për ibadetit, që shka me boa ibadet, shka me lexu Kur'an, nuk është ati pari, ai nuk e di çka fol, ai nuk e di derën e vet, si a bëjnë për një person, e tregojnë ka dosh me hin derën e vet, mirë po, qelësën së ka mujt me qelë derën, se i pin, e i ka thonë njoni prej kojshive, o kojshia të ta qeli derën, o ka thonë vesh mbaje derën, të sun vet e qeli, se derat u m'hik mua. Do më thonë, a i soti pari, e ku a i ka me lexu Kur'an, e ku a i ka mu fal, e ku a i ka me dhonë sadaka, e ku ka me boj dua. Jesut duku ma më dhikri lahi, u a i ka mi sale. Ndal nga përmendja Allahut dhe nga namazi. Fe hel entum mund të hun, thotë Allah, a kini me ndal mu, a kini me këput këtë pun? Kanë thonën, rrisu minam e li shejtani, feq të një bu, largohuni. Jo me lonë, kanë thonën mu largu, është ma e madhe se me lonën. Lene largohu mësu afroma rreth gazinës. Si të afrohesh ati nga të ki me qitë një dorë. Si të shkojsh ati nëse e ki pi alkoholin, nëse rinë mesin ative valla nuk pi, kadal ki me fillu me pi dhe ti bashkë ato. Feq të një bu, largohu, la'allekum tuflihun, nëse dojni të shpëtoni. Nëse dojni të shpëtoni prej gjunaheve, prej mëkateve, edhe nëse dojni të shpëtoni nga zarmi xhehenemit, largoni nga këto të cilët janë mëkatet mëdha, që janë kurthët dhe hapët e shejtanit për ta deviju njeriu. Po ashtu, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, men shariba al-khamra lam tuqbal lahu salatan 40 yawman. Ai që pin alkohol, vetëm që ka pi alkohol, thot nuk i pranohet namazi këtij personit 40 ditë. E kanë thonë dietarët, çka me bon ki 40 ditë mos mu fala. Jo, kanë thonë 40 ditë ki do të falet, namazi këtij nuk pranohet. Po nëse e lë namazin ka dënim të madh tjetër që e kalon namazin. Do më thonë, vetëm se ka pi, jo i dehur, vetëm se ka pi, nuk po thotë që është dehur. Ai që ka pi alkohol, veç ka pi alkohol, thotë ja unë jam mirë me men, tash. Mirë me men, mu falë ketë, 40 ditë nuk i pranot namazi, ki falët, nuk i pranot namazi, e nëse e lën namazin, atëherë ka dënimin e veçantë e cila është për lënsin e namazit që kemi spjeguar në ligjëratat e kaluara. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam nga wahi, nga shpallja, ka të regu se edhe në të ardhmë njerëzit, jo që kanë me pi alkoholin, po thot, kanë me emërtu me emra tjera që me ngrej njerëzit me pi alkoholin. Shemëll, jo viski, jo balantajs, jo koj diçka, jo Skenderbeg. E thot, qka Skenderbeg, sa musliman o kon, pa i qafir Skenderbeg o kon, i shka o kon, ka pi alkohol, që pësa Skenderbeg, o halal u ka boha. Valla Skenderbeg shqiptar do të me e pike, se Skenderbeu e ka pi. Nësa i hinë gjehenema, do të me hi dhe ti në gjehenema, kupton. I emërtojnë me emra për mi afru njerëzit se kjo është viski, kjo është raki, viski, qka do kofë, qka apo piv, apo kuaj diune, qka do kofë, qka ta hup mendën, dije se kjo pije është që devion nga rruga Allahut azza wa jall, dhe është gjunoj madh. Edhe pse e cekmi këtë mesele, po të me thonë dukush, abe o gjo, këtë e dinat që alkoholi është haram, nuk ka nevojë me mbajt ligjërat për punën e rakijës, për punën e alkoholit. Po, ama shohim mesin ton haxhi, falet me neve në xhami, restoranin e tij e ka me raki.
Haxhi piraki, haxhi shetraki. Po mirë boxho, po ai e ka restoranin, s'ka çka të bajë, si ngrati duhet me punu, tosh kjo biznis është ai se pi, ai nuk e pi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, Allahu i ka mallku dhe pejgamberi sa i ka mallkue 8 lloj njerëzi që bashkëpunojnë me alkoolin. Krejt janë gjuna barabar. A ne kemi tregu çka do të thonë lanet i Allahut? Lanet çka do të thonë me të hek Allahu pi rahmetit vet, me dëbu nga mëshira e tij. Më qenën i mallkuar prej Allahut. E çka thot? Ai i cili e mjell rushin për një jetë mi ashit pivarës a gjë. Vetë që e mjell rushin, e në ka bo një farë dogovori që ka mi ashit pivarës, ka mu vo kjo piv. Që ato parët, edhe pse e ka mbjedh me familjen e vetë, a munue, e ka gjunoj si me pije. Ai që e ka mjell. Ai tjetri që e shtri dhe e qonë fabrika ku do koftë, ka njerë dalin bëjmë proteste se s'va marrin rushin ato për rakia, kupton? Kush ai musliman, me kapuç. Me haxhi del thotë në televizor bërtet s'ma marrin thotë rushin, se e kam pas me shita gjithë se ma mirë ma kanë marrë. Po ku kanë me quba ato kanë me bërë raki, se më intereson mua, unë e rushe ku mjellën. Valla, pejgamberi alayhis salam thotë, ai që e mjell, ai që e mledhe shtrith, e ban alkohol, deri taj që e bart, deri taj që ja shet, deri taj që e pind, deri aj që i merë parët, edhe i ham parët janë lanetin Allah, në gjuna janë njësoj. Barabart janë. Shpeshe nuk thot, a bese pi une e pi qetri, si me thonë, mere një thikë, shtaj, preje të shpia jote, bane copa, e në thuj unë se hape, veç e ku marrë këtë thivin e prejta, e më të botë copa, vashet mështërit, ato për veti e hajnë. Obe jo se thivi i flisht i gërdit, po njësoj me pi alkohol, edhe me shit alkoholin, edhe me shit mishin e derit, gjunojo njësoj. Si e more një coftin, ka ngordh, ka cof, një kafsh, ka cof dukuni. E ki marat kafshën, e ki prej, e ditë që është e coft. E ditë që është e coft. E merë edhe e shet në restorant, a i ki gjuna. Sa Allah e ka ndalu coftinën, e ka ndalu alkoholin, e ka ndalu derin, njësoj janë këta. Si e shit alkoholin fillonit, si e shit e derin, si e shit e coftinën, edhe i fitove pare të asojna, gjunajnë haramin e ki njësoj. Qa ka dalimet kësojna? Kjo haram, e ki ushqi barkin tanë, familjen tanë me haram. Ti mund është me shku 100 erë në aqë. Ti mund është me shku 100 erë numre. Ti mund është me thonën shumë jam e vlijaj math, jap sadaka. Qato pare, qka i fiton me haram, me alkohol, nuk të bon halal. Sa të dush, e ap zëqatin, abe jepe ketë, gjim, ketë pasunin e nepe. Nuk të bot e zëqatije. Ti me shkue me e zërpu, me amar parët dukujna, me avjedh parët dukujna, me dal me amar ketë familjes parët, edhe mi thonë valla jep ketë sadaka këto për Allah. Sa se vab kime pasa. Se e kish bo njoni, që thonën, unë du me bo mirë, shkoj filonit ja kom vjedh një pul, edhe kom shku një fukaraj se kom dhonë qatë pulën, a kupton? Edhe ka me fitu se vop. Pse? Ka thonë se me vjedh e kini gjuna. A kupton? Ama me dhonë sadako Allah ta shkun me 10. Dhe më thonë, një me 10, ta shnon për mu një gjuna. Ka thonë, po mirë, nëse ta pranu, mësë me ta pranu Allahu, ki bësh një gjuna hi, s'ki se vop. Si me thonë, shtashune i shita do pare, që të pare të rakijes, jo valla si pi, po këto kam i dhonë sadaka për fukarat. Pa Allah, pun të madhe ki bo. Pun të madhe ki bo, a kupton? Se vap madhe ki bo. Me pare të rakijes do mi majt njerëzit. E kështu ne të thonën, haj se kjo halal, haj se kjo kështu, haj. E shojnë muslimant, edhe shtash, Ramazan, agjerojnë sen hal, ato shqiptar, kur të vjere kohë e bajramit i veshin katë lëkat, sen halën e vinë edhe e festojnë bajramin me rakia. Kupton, gëzuar, se sot e kena fest. Qëtu ka ardhën? Të e lu. A e dini se edhe në librat e krishterve, edhe në librat e jahudive, mu këthien detale ma fell, edhe të librat e atyre është ndaluar alkoholi. Mirë po, qësh ka ardhën puna halal? Tu e bo pa ka dalë, tu e liru, që si kur nesot, a thëna në këshirë gjuna i madhë, ka në gjuna për gjunave të mëdoja, a se pin pitonve, plot e pin alkoholin. A s'ka të rritë që e pina, sa dush e pin. A është droga e damshme, e derin vdekje, shumë njerëzi e marin drogën. E nëse shumë njerëzi e pin alkoholin, nëse shumë njerëzi e shesin alkoholin, a do të me bo ma halal?
çto kadar ka do të me bo halal. Apo xhallar mos folni, shumë në të folën. E në të na çit pi kontrolle. Apo çka do të ne të bëj? Çka do të, vjen koha që bëhet halal, sikur që e kanë bë kamatën krishterët dhe jahudit halal, janë të bosot muslimanët halal, çdo njeri sot shtëpi apo kerr apo ku e diçka, pa urosin kamat nuk e le, derisa ka ardhur puna dhe në pushim kur shkojnë, thotë do të më marr kamat se pa kamat s'po të jep kurkush hoxha sot. E thmit po kanë qef me shku në dejti, çka do të me bon? Me shku me marr kamat, me shku me marr kredit. Edhe alkooli, ka marr kadar ka dalë, e shet filoni, e shet fisteki, shitet në qarshi, e shon qarshi ati ullëm, tha çki haxhia është, mashallah xhalimir, haxhia, shet qebapa, kur ta shoh full me alkool, po harambe, tha polet alkoolit ki i danki, shumë buri mira, 50 namaz, pijamie vike rifi. Ma ti alkohol shit kja, kupton? Edhe kete e lavdrojsh në mashallah haxhi. Çka do të më thon haxhi? Haxhi e ki kry një obligim. Psa, mësot dëni diplom të madhe, dëni fakultet ki ma pse i kon hax. Ka pjative dhe koferi shkon haxh, në autobusi shkon haxh, ma kthehet kofer, kthehet autobus ai s'bën të gjithërsen. Pse e vnon i kapuç të bardhë në krije, nuk e bën kur gjon. Mos ai disi më thonë jon, me lavdroj herë haxhia, më thonë herë namaz xhia. Ruini sa to ardhën Ramazan xhia, kush e beki? Ma Ramazan xhia. Ki namaz xhia ator, ki sadak xhia ator. Po obligim be kije, shtyll e kije. Si me të lavdru hikni sa ator dhe që i fal namaz. Namazin e ki për vetë jo gjallë. Ama alkoholin që e shet, e ki gjunojnë tane dhe gjunojnë e krejt qerve që ata pinë alkohol të restorantijat. Se ti e bo sebeb me vaqel ative udhën që ato më ardhen edhe me pi alkohol edhe me ketë me pretekst, mës ti hupi mushtëri. Pse a rëskja në dorën tonë të ashta? A rëskja është nuk është në dorën e Allahu ta? E që kjo të më thotë është e njerëzit se i kanë ndru hesapët. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men shariba al-khamra fi dunya lem yashrabhu fi al-akhirah. Ai që pin dunjo alkohol nuk ka me pas mundësi me pi në xhenet alkoola. Pas ka në xhenet alkoola. Po alkoholi ka në gjuna i madh. Po, alkoholi është gjuna i madh. Allahu azza wa jall për ato që kanë bërë sabër nga musliman që s'kan pi alkohol, Allahu thotë jo që kanë me pas alkoholin, kanë me pas alkohol në xhenet, mirë pa alkoholi i xhenetit ka me pas shije 1 milion herë më të mira se këtë shije që e ka provu dukush këtu. Edhe tjetër do s'ka me qenë dehse, derisa thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, jo liçe, lumej, po ka me qenë 4 detra të mëdhoja, prej 4 detrave të mëdhoja ka thonë njëna është nga uji, tjetra është nga mjalti i kullum, tjetra është nga qumshti i kullum, tjetra është nga vera e kullum. 4 detra, 4 lumej të mëdhej, njëra nga ta është qumsht. Në këtu qumshtin e marmi nga lopa, nga delja. Atje ka mu konë deti kullum që s'ka me prish as afati, s'ka mi dal as një sen. Edhe mjalte e kullume, jo falë që ka e marrë në këtu. Original dhe ki kur që është shpia këtë sheqer është. Edhe alkoholi ka me qenë alkohol që nuk ka me dej, ka me qenën, do më thonë një shije që nuk e ka asë në këtë dunjo, e aj që e ka pinë këtë dunjo, Allahu ka mja bo haram ati në ahiret. Aj që se ka pi këtë dunjo, ka me pas halal, do më thotë në ahiret në gjenetin, e Allahu të zëvëgjil për këtë sabrin që e ka bohe. Po ashtu, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, ditën e kiametit ai që pin alkohol. Ai që pin alkohol. Dënimi atij personit është në xhehenem ka me pik nga djersa e xhehenemlive. Apo thuhet nga qelbi që do të djegën dhe i del ai longi qelbi i gjunaqarve, i zinaxhive ative, kam i thonë Allahu azza xhel pini se e keni pis gjojën më të flisht. Në dunjo pini tash në ahiret mi u pohe, si keni qenë dhe më thonë që keni pi alkoholin të cilët e pat ndalu Allahu azza wa jall. Po ashtu tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e pin alkoholin në momentin që e pin, ngritet imani nga njeri, subhanallah. Sikur se e hek njeri teshën, e ki pa këmishën ose majicën kër e hek pi koke, thot i del imani në momentin që pin alkohol në ato momente. Pastaj thot pasi talon alkoholin, i kthehet thot imani. E ka thonë i ngritet imani, a bëhet ki njeri qafir? Kanë thonë nuk bëhet qafir, ki njeri mbetet musliman, ama nuk është mu'min. Se i ka 3 nivele muslimani. E pari është musliman. Muslimani cili ban gjunahe. E ka imanin, besimin, shahadetin, nuk ka qafir, është musliman. Ama gjunahe shumë ban. Qetri është mu'min, që e ka imanin që i ruhet këtë gjunave të mdoja, mundet më ardhë një gjunat vogël. Dhe një gjunat vogël, mirë po namazi,
Ramazani, agjërimi i muajit, domethënë të Ramazanit, leximi i Kuranit, sadakaja, duaja, bamirësia, këto bëhen sebeb me ashtri këto veprat, këto gjunahet e vogla çka janë. Nëse u hik gjunahet të mëdha, kanë thonë ki musliman është, ama nuk ka mu'min. Nuk ka besimtar që Allah Azza wa Jalla i ka thonë besimtar ai që largosi, ka thotë Allah, oj që keni besu, largoni nga alkooli, nga bigjozi, nga këto, edhe njëra prej tyre tha nga shigjetat, nga falli. Sot nëjna musliman, apo del një gazet, apo sot në rrjetet sociale e ka nxjerrë me sabah horoskopin. Ai vetë tash çka ka mu bën 2026, tash çka ka më ndodhën. Qysh, a zoto e që ka me të kallëzu tia? A kupton edhe e lexon. Vetëm leximi i asaj na 40 ditë nuk pranohet namazi. E nëse thot i beson, atër del pi fesë. Ti i beson diçka, domethënë pas ka dukush që e di ka gajbin, fshesin përveç Allah, një shka i kesh, një qafirat i ka dal, që veç me marr parë, e ka shkujt një tema, ti e ka bën një dash, një kujt diun, një dhini, edhe ti e ka shkujt në hajde tash jam dash, un jam akrep, unë kujt diun shka, e në shkruaj aty. Hajde tash pa e lexoj unë këtë çka ka thonë. Kështu është. Domethënë musliman dal nga dal devijojnë, duke devijo, në fillimi është duke lecu pi gjunave, pastaj mbaron domethënë deri ku s'ka fund, do thot njeriu në ato probleme. Po ashtu në fund thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mudminul khamr in mata laqi Allahu ka abd awthan. Ka thonë ai që vdes me alkool duke qenë i pim, e takon Allahun Azza wa Jall në kohën e ignorancës. Kanë thonë dietar në kohën e xhailietit, çka kanë qenë njerëzit që se kanë njoft Allahun Azza wa Jall. E kjo është një dënim prej dënimeve të mëdha. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na mbron neve, të na mbron familjet tona, të na mbron shoqërinë tonë nga ky mëkat i madh, të cilit sot përdoret sikur në vend ujit. I devion njerëzit dhe më e keqja është edhe kur e bën halal. E kur ta bësh një send halal, atëherë më nuk ka çka të pendosh se ai sendi është halal. Allahu na mbrojt, na udhëzoft, na përmesoft që dalim nga ky Ramazani me besim, me iman më të fortë, besimtar më të mirë, më të devotshëm, që ta kënaqim Allahun dhe Allahu të kënaqet i kënaqur me neve në xhenetet e tija të larta, të pakufishme mirësitë e tija deri në takime të tjera. Allahu i shpërbleft wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.